Do të duhej të ishte tentimi 38 për konstituim të kuvendit dhe i pari pas vendimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese, por pak para kësaj seance ndryshoi gjithçka. Kryeministri në detyrë që është lider i partisë më të madhe Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti njoftoi se u ka dërguar ftesë për takim të gjithë liderëve të partive parlamentare, meqense siç tha ai, aktgjykimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese thekson qartë se obligimi për të konstituuar kuvendin është obligimi të gjithë deputetëve dhe jo vetëm i subjektit të parë. Takimi është caktuar të mbahet të shtunën në orën 16. Pikërisht për këtë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës njoftoi se në seancë do t'i kërkojnë kryesuesit që të zhvillohet një konsultim për shtyrjen e seancës së sotme. Kemi ra dakord që të kërkojmë një konsult me kryesuesin e kuvendit, sikurse e dini kryetari Vetëvendosjes ka kërkuar një konsult për nesër, po ne nuk guxojmë me u sjell më të vjetër në këtë seancë, se atëherë do ta vazhdojmë praktikën thosë s'ka ndodhur kur gjë. Ne do t'i kërkojmë një konsult kryesuesit të seancës në këtë rast zoti Dohari. Ashtu edhe ndodhi. Përfaqësuesit e partive politike për disa minuta me dyert të mbyllura zhvilluan konsulta se si të vazhdohet tutje. Të gjithë ishin të mendimit që seanca sot të ndërpritet, pasi të mbahet nesër takimi i liderëve politik që është ftuar nga subjekti më i madh politik, të vazhdojmë me seancën 29/6/2005 në ora 11. Të gjitha partitë që ishin në opozitë në legjislaturën e kaluar kanë konfirmuar se do të marrin pjesë nesër në takimin e ftuar nga Albin Kurti, që mbahet në Kuvend të Kosovës. Një takim i njëjtë i liderëve u mbajt me ftesë të presidentës Vjosa Osmani në mesin e muajit maj, por pa asnjë rezultat.